Atëherë këtu ndodhemi në Shkozet të Durrësit, ku ky kanal ka 35 vite që nuk është pastruar asnjëherë. Dhe shkak i kësaj këtu ka përmbytje sa herë që bie shi. Pra nuk është vendor asnjëherë. Jemi në Shkozet afër Turgut të Zal, këtu që kur kanë qenë koha që ka pasur sera, që kanali ka qenë funksional, ka pasur dhe tuba të vegjël drenazhimi, të cilët kalonin nga tokat, këtu, ishtë sera, në kanalin kryesor. Ky është një për kanaleve kryesor që tani pothuajse është mbushur fare dhe është i papastruar që më shumë se 35 vite. Këtu, ky kanal përfundon në autostradë.